Pas faljes së namazit në sheshin Skënderbej me besimtarët musliman shqiptar, sekretari i përgjithshëm i Ligës Botërore të Islamit, Muhamet bin Abdukullerim El Hirisa, i cili drejtoi dhe kremtimin, dha një prononcim për mediat. Ai ishte i shoqëruar dhe nga kreu i komunitetit musliman shqiptar Bujar Spahiu, teksa ngriti lart vlerat e tolerancës dhe bashkëtesës ndërfetare në Shqipëri, një shembull që duhet ndjekur nga e gjithë bota. Sot festojmë Fitër Bajramin, të sjellë mirësi dhe begati në shtëpitë tona në Shqipëri, paqe dhe begati në mbar njerëzimin. Kam kënaqësinë që mesazhin ta përcjell sekretari i përgjithshëm i Ligës Botërore Islame, tha Spahiu, duke ia kaluar fjalën kreut të ligës. Jam i lumtur që jam sot këtu me besimtarët musliman shqiptar për të ndarë gëzimin e Fitër Bajramit me të gjithë ju, që arrita të ndaj me bashkëbesimtarët e mi mesazhet dhe faljen e namazit Fitër Bajramit. Ajo që desha të ndaja me ju dhe bashkëbesimtarët e mi është rikujtimi i diçkaje që bota e di shumë mirë. Rikujtimi i faktit se shoqëria shqiptare, se populli shqiptar dan apo jeton një tolerancë apo bashkëtesë fetare që është për të lavdëruar në mbar botën. Këto burojnë nga vlerat, morali që ky popull ka manifestuar brez pas brezi dhe ka arritur t'i përçojë edhe te brezat e sotshëm. Sot e dim shumë mirë se kemi konflikte në 4 anët e botës, që her pas here burojnë nga divergjenca apo mendime të ndryshme, qasje të ndryshme që mund të jenë fetare, kulturore, politike dhe të tjera. Ndaj bota ka nevojë të ndjek shembullin e mrekullueshëm që jep shoqëria shqiptare nëpërmjet vlerave të bashkëtesës dhe tolerancës ndërfetare. Vlerat që përmendëm, vlerat e bashkëtesës në mbar botën, si bashkëbesimtar të vëllezërve dhe motrave shqiptare, na bëjnë të lumtur, të gëzuar dhe mundohemi t'i promovojmë ato. Ta dini që gjithashtu udhëheqja që keni për sa i përket vlerave dhe shmueshmërisë, bashkëtesës fetare është udhëheqje pothuajse e përkryer, e mrekullueshme, që ofron maksimumin e shërbimit të saj, që këto vlera të transmetohen, promovohen, konservohen te brezat e rinj.